Krijimi i këtij zakoni në mëngjes mund të përmirësojë energjinë dhe përqendrimin tuaj gjatë gjithë ditës. Një mëngjes pa telefon mund të duket i pazakon në fillim, por pas disa ditësh shumë njerëz vënë re se kanë më shumë energji, përqendrim më të mirë dhe një humor më të qëndrueshëm. Edhe pse shumë njerëz fillojnë me të njëjtin ritual, që është të marrin telefonin para se të zgjohen plotësisht, ekspertët paralajmërojnë se ky zakon i mëngjesit mund të ketë pasoja serioze për trurin tuaj dhe shëndetin mendor në përgjithësi. Minutat e para pas zgjimit janë një periudhë veçanërisht e ndjeshme për trurin, dhe gjatë kësaj periudhe ai është në një gjendje neuroplasticiteti maksimal, që do të thotë se është më i gatshëm për informacione të reja, ndryshime dhe ndikime nga mjedisi. Në të njëjtën kohë, niveli i dopaminës ose hormonit të lumturisë rritet natyrshëm, ndërsa kortizoli siguron energji dhe fokus për fillimin e ditës. Atëherë, në vend që ta lejoni trurin tuaj të drejtojë vëmendjen dhe kreativitetin e tij, shumica e njerëzve menjëherë i ndezin ekranet e tyre. Telefoni juaj merr kontrollin e mendimeve tuaja dhe truri juaj humbet një moment të çmuar për të drejtuar natyrshëm energjinë dhe produktivitetin e tij. Ekspertët rekomandojnë që 20 minutat e para të ditës të kalohen pa ekran. Në vend të kësaj, është e dobishme t'i përkushtoheni shtrirjes, shkrimit të disa shënimeve të shpejta rreth prioriteteve tuaja ose thjesht shijimit të një kafeje pa shpërqendrime. Këto ndryshime të vogla i lejojnë trurit tuaj të drejtojë lojën dhe të vendos tonin për pjesën tjetër të ditës. Gjithashtu, përdorimi i telefonit tuaj menjëherë para gjumit, veçanërisht për shkak të dritës blu të emetuar nga ekranet, mund të dëmtojë ndjeshëm cilësinë e gjumit, pasi zvogëlon sekretimin e melatoninës, një hormon që është thelbësor për të rënë në gjumë. Prandaj, rekomandohet të fikni pajisjet të paktën një orë para se të shkoni në shtrat. Për më tepër, një mëngjes pa telefon mund të duket i çuditshëm në fillim, por vetëm pas disa ditësh, shumë njerëz vënë re më shumë energji, përqendrim më të mirë dhe një humor më të qëndrueshëm. Ato 20 minuta të para mund të jenë ato që përcaktojnë se si do të jetë gjithë dita juaj. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.